Në një nga zonat më të njohura të qytetit të Tetovës, përballë kompleksit Arabati Babateqe, në një ambient luksoz është hapur solemnisht lokali Premium Lux, i cili konsumatorëve do të ju ofrojë panele dekorative për mure e tavane dhe elemente për dizajne të brendshme, të ambienteve familjare dhe afariste. Në një hapësirë moderne, e ndërtuar me elegancë dhe shije unike, e stilizuar me detaje të kuruara, Premium Lux ka ekspozuar modelet më të reja të paneleve dekorative dhe elemente shtesë që do të ndryshojnë pamjen e ambienteve tuaja. Lokali Premium Lux synon të bëhet një pikë referimi për ata që kërkojnë cilësi, shije dhe një ambient tërheqës në zemër të qytetit. Kjo ideja na lindi neve fillimisht ishte për stilet baroke, që ka i prezentojmë, bëhen në për shtëpijet në për palatet të Turqisë baroke. Është themelimi i firmës në vitin 2023, dhe për atë kohë ne filluam edhe me PVC panela, me lajsne dekorative, lajsne baroke, lajsne që ngjyrosen me ngjyrë. Premium Lux synon të krijojë një ambient dhe përvojë të veçantë për vizitorët, për të bërë një pikë referimi për ata që duan cilësi, ambiente unikate, luks dhe stil të veçantë. I lutem Allahun xhaleshanu që ka shtet para halal në këtë biznes dhe inshallah Allahu i fiton edhe halal. Se çdo gjë e cila është halal edhe me kompakt tek Allahu xhaleshanu ashtu. Rast është shumë edhe haram tek Allahu xhaleshanu zvlen kurçi. Po unë gjepin jo kështu, po edhe babën me të pas të regjepin atë plakin, gjithmonë kam pas ideja për hapjen e bizneseve të atyra, po edhe ki e vazhdoj, mirë e vazhdoj, se kishte edhe Adnanin pak si udhërofist. I lutem Allahun xhaleshanu pra që ta paranoj këtë vepër, dhe inshallah Allahun xhaleshanu e ndihmon. Pra në rast se ki ndihmon vetveten, edhe Allahu xhaleshanu do të ndihmojë. Pra se ki bëhet korporac, do shtërngum, edhe Allahu xhaleshanu te ki bana. Kohëve të fundit, panelet dekorative janë bërë pjesë e çdo ambienti. Ofertat e lloj-llojshme dhe montimi i lehtë dhe i shpejtë kanë njohur konsumatorët kudo.